A e njini këtë bimë që mund të gjeni në natyrë, në vendet të thata, në kollota dhe buzë rrugëve? Ka një kërcel të gjatë, gjethe shumë të holla, të ndara në fije të imta dhe lule të vogla të verdha, të mbledhura në formë çadra. Kjo është kopra e egër, e njohur edhe si maraj, me emrin botanik Phenocillum vulgare. Është një bimë shumë interesante, jo vetëm për aromën e saj karakteristike, por edhe për përdorimin e saj të hershëm në mjekësinë popullore. Si ta dallojmë? Kopra e egër ka një kërcel cilindrik dhe mund të arrijë deri në 1.5 metra lartësi. Gjethet e saj janë shumë të imta dhe të ndara në segmente të holla, pothuajse si fije. Kjo është një nga karakteristikat që e bën bimën të dallohet. Lulet janë të vogla dhe të verdha dhe janë të vendosura në tufa në formë çadre, një tipar karakteristik i familjes ku bën pjesë. Kur e fërkoni lehtë një pjesë të bimës, do të ndjeni menjëherë aromën karakteristike të finokut për shkak të vajit esencial që përmban. Në literaturën botanike dhe farmaceutike, frutat e kësaj bime janë pjesa që është përdorur tradicionalisht dhe njihen si Phenicilli fructus. Çfarë përmbajnë frutat? Frutat përmbajnë vaj esencial, ku një nga përbërësit kryesor është anetoli, së bashku me përbërës të tjerë aromatik, ndër të cilët përmendet edhe fenzoni. Këta përbërës janë përgjegjës për aromën karakteristike të bimës dhe lidhen me disa nga përdorimet tradicionale të saj. Këta përbërës bëjnë pjesë në përbërësit që janë përdorur për shqetësimet që lidhen me gazrat dhe fryrjen e zorëve. Është përdorur gjithashtu në përgatitje tradicionale për të ndihmuar tretjen dhe funksionimin normal të aparatit tretës. Në mjekësinë popullore është përdorur edhe në raste të kollës, si edhe në përgatitje që synon të ndihmonin nxjerrjen e sekrecioneve. Përdorimi tradicional. Në traditën popullore, kopra e egër është përdorur në mënyra të ndryshme, në varësi të zonës dhe traditës. Një nga përdorimet më të njohura ka qenë për fryrjet dhe gazrat e zorëve, veçanërisht pas ushqimit. Në disa tradita është përdorur dhe për fëmijët me shqetësime të tretjes, por këtu duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Për fëmijët nuk duhet të përdoren vetë preparate bimore apo vajra esencial pa këshillën e pediatrit. Në mjekësinë popullore është përmendur edhe përdorimi i koprës së egër nga nënat gjatë ushqyerjes me gji, me besimin se mund të ndihmonte në shtimin e qumshtit. Edhe në këtë rast, ky është një përdorim tradicional dhe nuk duhet të konsiderohet si një trajtim i provuar apo të përdoret pa këshillim profesional. Një kujdes i rëndësishëm, dua të ndalem këtu në një pikë shumë të rëndësishme. Fakti që një bimë përdoret prej shumë vitesh në mjekësinë popullore nuk do të thotë se çdo formë dhe çdo sasi e saj është e sigurt. Vaji esencial është shumë më i përqendruar se bima dhe përmban substanca biologjikisht aktive. Literatura tradicionale përmend gjithashtu se në sasi të larta mund të shfaqen efekte të padëshiruara, prandaj nuk duhet të eksperimentojmë vetë me vajra esencial ose preparate të përqendruara. Sidomos për fëmijët, gratë shtatzëna dhe gratë që ushqejnë me gji, përdorimi medicinal duhet diskutuar me mjekun ose farmacistin. Ku mund ta gjejmë? Kopra e egër gjendet në zona të ndryshme të vendit. E hasim në vende të thata, në toka barishtore, në hapësira të hapura dhe buzë rrugëve. Por nëse dëshironi ta mblidhni, zgjidhni vende të pastra, larg trafikut dhe larg zonave ku mund të jetë përdorur ndonjë kimikat. Dhe mbi të gjitha, sigurohuni që është kjo bima që po kërkoni. Në doza të larta, bari shkakton gërçe dhe një farë dehjeje. Anetoli, përbërësi kryesor i esencës, vepron fuqishëm kundër parazitëve të jashtëm dhe të brendshëm të njeriu dhe kafshët. Me kalimin e kohës, anetoli polimerizohet në dianetol, i cili ka veti estrogjene dhe është i ngjashëm me stilbestrolin. Krahas polimerizimit, rriten edhe vetitë helmuese të anetolit.
Në sajt të vetive të përmendura, bari këshillohet si karminative, ekspektorante, laktagoge dhe korrektuese e shijes për forcimin e punës së stomakut dhe të zorrëve, si mjet kundër gazrave të zorrëve, veçanërisht tek fëmijët, si dhe në kapsllëk të fortë me gazra dhe dhimbje gjatë diaresë. Në mjekësinë popullore këshillohet për shtimin e qumshtit tek nënat me fëmijët në gjë. Por ta kujtojmë gjithmonë, ta njohësh një bimë është gjë tjetër. Edhe të dish si ta përdorësh është gjë tjetër. Prandaj kujdes kur të vendosni për të përdorur koprën e egër. Identifikojeni sakt dhe siguroni që është bima e duhur. Shikoni veçoritë e kërcelit, të lulës dhe të gjethes. Nëse ju pëlqejnë videot për bimët, mos harroni të shtypni botonin zile për të mos humbur videon e radhës.